Tropoja është një vend i vogël. Familja Aklaj qëndroi pra duke mbështetur Partinë Socialiste. Gjithë kjo krajinë, duke qenë se ka qenë krajinë ku ka qenë një krajinë apo është një krajinë kufitare, ku shumë prej qytetarëve të cilët ishin pjesë e rrethit Tropojës janë përndjekur për shkak të lëvizjeve që ata kanë pasur, pra emigracionit, pra kanë ikur, janë ratisur në Kosovë apo në ish Republikën Jugoslave të asaj kohe, zonë kufitare, një zonë e varfër, dhe shumica prej tyre mbështetën Partinë Demokratike, kjo për shkak të vuajtjeve që kanë pasur si rreth, por edhe kishte edhe një simbolik, sepse lideri i saj ishte nga Tropoja, pra ishte biri i Tropojës. Kemi pasur liderin e studentëve, që ka qenë Indjeri Azem Hajdari, po ashtu nga Tropoja, dhe shumë aktorë të rëndësishëm të kësaj partie, dhe natyrisht edhe kjo popullsi apo këta qytetarë e mbështetën Partinë Demokratike. Dhe ndërkohë që kemi një pjesë minorancë, pra që qëndroi besnike, që është familja Aklaj, duhet të theksojmë dhe faktin që shumë mbështetës së Partisë Komuniste të asaj kohe apo Partisë Punës u kthyen dhe u konvertuan në demokrat. Pra gjithmonë familja Aklaj thoshte si ka mundësi që ata që kanë qenë më komunistë të asaj kohe gjatë regjimit, kanë qenë i tharë të Partisë Komuniste, u konvertuan befas dhe u bën demokrat, torve domethënë të mbështetës shumë të madh të zjarrt të Partisë Demokratike, dhe ndërmorën një revansh ndaj atyre të ashtu quajtur pra komunistë, pra ata që qëndruan besnik idealeve të tyre, por duke qenë se edhe Partia Komuniste apo Partia e Punës në fund të viteve 90 pësoi ndryshim, pra ndryshim duke qershor i vitit 1991, më konkretisht, ku ndryshoi nga emrin dhe organizimin nga Partia e Punës së Shqipërisë në Partia Socialiste e Shqipërisë. Mbështetësit kryesor në këtë rreth ka qenë familja Aklaj. Po si nisi konflikti i cili u përshkallëzua dhe natyrisht që bëri që pjesëtar e rëndësishëm të konsiderueshëm në numër, udhëheqësit Aklaj u eliminuan dhe u ekzekutuan. Kjo erdhi për shkak të një mitingu, i cili në atë kohë zhvilloi në rrethin apo më saktë në qytetin e Tropojës, në sheshin e tij, në sheshin kryesor, një shesh ka qyteti apo qyteti Bajramsurit, dhe aty ka qenë lideri i opozitës, ka qenë presidenti i Republikës të asaj kohe, zoti Sali Berisha, i cili ka bërë një miting me qytetarët, dhe ndërkohë ka pasur thirrje. Vllai Vladimir Haklaj, Shkëlqim Haklaj, ka pas një antimiting, nëse mund ta quajmë kështu. Po, ka pasur kundërshti për shumë reforma të cilat apo punë të cilat Partia Demokratike deri në atë moment nuk i kishte bërë mirë, pra nuk pajtohej me ato vendimarrje të cilat kishin bërë që jo vetëm Shqipëria të sillte një lloj regresi, pra duhet kuptojmë që në atë periudhë kemi pasur shumë reforma të cilat cënonin demokracinë, edhe pse kishme një parti demokratike dhe u propagandua që kjo parti do të sillte demokracinë, do t'i respektonte të drejtat e lirit themelore të njeriut. Kemi një kushtetutë të vitit 94 që kishte prirje totalitare, dhe edhe iniciativa tjera, siç ishte firmat piramidale, trafiku që bëj, pra vetë shteti bënte një lloj trafiku për sa i përket naftës, duke qenë se ishte vendosur embargo për
Republikën e Serbisë dhe Malitzi për shkak të krimeve apo dhunës që po ushtrojnë atë periudhë në Republikën e Kosovës, dhe natyrisht që familja Aklaj nuk kishte pajtuar me këto vendimarrje të qeverisjes, pra në atë kohë ka qenë qeveria e Partisë Demokratike që drejtonte vendin, dhe për të arsye ata, duke qenë se edhe zotin Berisha e njihnin, pra kishin një njohje familjare dhe duke qenë se janë nga e njëjta zonë, ata ngritën zërin pra për ato kundërshtitë cilat kishin. Por kjo nuk u prit mirë nga zoti Berisha, i cili në atë miting në momentin që ai ka ikur është e regjistruar dhe ne kemi parë të gjithë që ai thotë që gjallë ose vdekur, unë e dua që të ma sjellin të sjellin në Tiranë. Pra kjo ka qenë piknisja e konfliktit midis familjes Aklaj dhe zotit Berisha. A duhet hetohet avokat zoti Berisha pikërisht nga kjo audio përgjim? A mund të merret si referencë? Tani provat që heton prokuroria duhet të shkojnë unison me provat e tjera. Pra nuk do të thotë që fakti ai që dëgjohet, pra njerë duhet verifikuar nëse është zëri i tij apo jo. Pra edhe këtë bën një ekspert i posaçëm i cili duhet marri CD-n apo zërin ku e ka të regjistruar, duhet marri kampionin e zërit të zotit Berisha dhe pastaj provat e tjera duhet të shkojnë unison me njëra tjetrën. Pra nuk është se me një indicje ne do të shkojmë edhe të shkojmë te deduksioni që gjithë familja Aklaj thotë që ne familja jonë është shuar sepse ka pasur gisht zoti Berisha. Pra kjo ngelet për të parë, ai më tepër që ne kemi parë publikisht që kjo familje ka dorëzuar një kallëzim penal, pra një kallëzim përpara prokurorisë posaçme. Ende jemi në fazën e hetimit, pra nuk kemi një konkluzion për sa i përket hetimeve të prokurorisë së posaçme. Janë marrë disa dëshmitar, disa dëshmi dhe ndërkohë duhet të shikojmë se çfarë ka ndodhur, pra çfarë do të bëjë organi i akuzës. Por natyrisht që kjo është një indicje dhe përderisa është një indicje, prokuroria ka detyrën që të hetojë çdo kallëzim, pra mos të shkojë, sepse ne shikojmë shumë raste që qytetarët i drejtojnë organit të akuzës, edhe pse ata mund të kenë një regjistrim, mund të kenë një audio përgjim, mund të kenë një video për një çështje penale që minimalisht ka një dënim penal 5 vjet e sipër, pra 5 vjet. Prokuroria i bie shkurt pa hetuar provën, pa hetuar pa marrë dëshmitë, pa hetuar për prova të tjera, dhe tu flas për vepra penale të rënda, që do të thotë duke filluar që tek përdhunimi, që tek abuzimi ndaj fëmijëve, abuzimi me fëmijë dhe shumë vepra të tjera penale të cilat janë të rënda, po që organi i akuzës e ka për detyrë që duhet ta hetojë. Dhe në rastin konkret, edhe prokuroria e posaçme, fakti që brenda afati 15 ditor nga momenti që është regjistruar kallëzimi penal nuk ka dalë me një vendim mos fillimi, atëherë 100% ne jemi në faktin që zoti Berisha është duke u hetuar dhe gjithë bashkëpunëtorët, të cilët nuk e kemi parë kallëzimin penal, se çfarë përmban, kush akuzohet, cilët janë personat, cilët kanë marrë pjesë apo kanë ndihmuar, kanë ekzekutuar të familje. Kjo ngelet për të parë.